Lidhja Demokratike e Kosovës nuk i ka shumë punë të mirë, prandaj po shohim se edhe Kosova nuk i ka punë të mirë. Lidhja Demokratike së bashku edhe me natyrisht faktorin tjetër politik arritën që ta çlirojnë së bashku me ushtrinë çlirimtare të Kosovës natyrisht dhe faktorin popull. Arritën që ta bëjmë shtet me negociata me vështirësi dhe me shumë sakrifica dhe në atë kohë kur Kosova nuk ishte ende shtet, kancelarit e gjithë botës perëndimore ishin të hapura për zyrtarët politik, udhëheqësit politik të Kosovës. Ndërkaq sot që kemi shtetin të njohur nga 100 më shumë se 20 vende, sigurisht se krerët të shtetit e sidomos kreu i qeverisë pra është izoluar. Kosova është futur në masa ndeshkimore nga BE-ja, kemi parë raste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, Kosova ndodhet keq sepse Lidhja Demokratike ndodhet keq dhe një subjekt i cili fiton mbi 51% dhe vazhdon që ta gjetë një fajtor kujdestar, her opozitën, her drejtsinë, her mediat, her shoqërinë civile, edhe po ti ketë 10% sigurisht se do ta gjejë një faktor, ose Macedoninë, ose në shtet ku dihun si shka. Fati Kosovës me fatin e LDK-s paralel? Tërësisht i lidhur, sepse Lidhja Demokratike, së bashku edhe me faktorin tjerë politik, kanë ditur ta sjellin Kosovën. Është një rast vërtet i suksesshëm që ka ndodhur shumë. Kjo është fatkeqësi e madhe. Tash i paramendo kur mund të mburret një qeveri, thot me suksese. Të gjithë vim nga një vend. Unë vi nga pjesa perëndimore nga Peja dhe atje për 6 vjet për shembull në Grykën e Rrugovës është një rrugë e pa asfaltuar, një rrugë e cila sigurisht se e bën për hakmarrje primitive. Këtu nuk po them se i ka fajet lëvizja e vendosje, këtu i kanë fajet binomi Kurti dhe Mihajli, sepse në Kosovë kullen 2 njerëz dhe mund vje keq të tjerët, se të tjerët ata janë numra dhe gjithçka vihet nga ky binom. Shiko faktin tjetër se si din t'u shkel qytetarëve të drejtat. Para mendoje banorët, qytetarët për i ka unë kam origjinën ati lere se u andalën ndërtimin në mënyrë krejtësisht arbitrare, po shkel dhe drejtat e njeriut, sepse me vendime Ministri i Ambientit dhe Planifikimit hapësinor ju kërkon që të mos qarkulloj asnjë lloj mjeti ndërtimor. Po unë ta zam që e kam një vilë atje ose ti ose ai tjetër, se nëse ke një riparim një drejtare, nëse të është prishur, ti nuk ke të drejtë sepse ka vend post blok dhe ju e dini sipas kartës së konventave ndërkombëtare të Kombeve të Bashkuara, kartës drejtat njeriut të BE-s, pra është tërësisht e papranueshme, është me shkelje ligjore drejtave të njeriut, qoftë se ndalohet qarkullimi i njerëzve dhe i mallrave në territorin e Republikës. Prandaj ky është shteti jon, me 51% gjithmonë targeton një fajtor dhe thotë se opozita nuk na lan, sepse 2 njerëz duhen pushtet të pakufizuar. Dhe këta njerëz domethënë janë Mihajli dhe Kurti dhe kjo është demokracia që po, kjo është suksese që i kemi ne. Shiko politikën ndërkombëtare, ku ndodhemi në një pikë jashtëzakonisht të keqe. Shiko inflacionin, muajin e shkuar deri në 7.5% arrit. Shiko kur shqiptarët nuk kanë qenë më të përqarë, duke ardhur një njerëz që i merr 51% dhe targeton, duke etiketuar kategoritë më të shejta. Unë jam pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe i luftave për çlirim. Dhe unë e përjetoj rënd kur dje hiç më larg kryeministri i vendit tim thotë se çlirimtarët e hajdut. Për mua është një ndjenjë shumë e keqe.